Kryeministri Edi Rama mbledh sot në Pallatin e Brigadeve ministrat dhe deputetët e PS-s në një takim që zhvillohet në pritje të një qëndrimi zyrtar për çështjen që përfshin zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Takimi nis me fjalët e kreut të qeverisë. Më pas 10 ministra raportojnë për sektorët që drejtojnë projektet në zbatim dhe ecurinë e punës në institucionet përkatëse. Në përmbyllje të mbledhjes, fjalën e merr kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. 4 ditë më parë prokurorët e SPAK paraqitën në kuvend argumente shtesë dhe kërkuan autorizim për arrestimin e zëvendës ministres. Belinda Balluku rrezikon deri në 35 vite burg, than prokurorët e SPAK në mbledhjen e Këshillit të Mandateve, ku u diskutua imuniteti ish numri 2 të qeverisë. Pasi prezantuan provat e reja për Ballukun dhe pasi janë dëgjuar nga anëtarët e Këshillit, 3 prokurorët e SPAK, Lodian Brau, Dritan Prençi dhe Dorina Beko janë larguar, ndërsa diskutimet vijuan mes anëtarëve të Këshillit të Mandateve, të cilët do të hartojnë edhe një raport që do ta çojnë në kuvend për miratim në datën 5 mars. Vendimarrja i takon kuvendit ku shumica socialiste do duhet të zgjedhë mes 2 raporteve, atij të qitur nga opozita që mbështet lejimin e arrestimit dhe e qëndrimit që do të mbajë vetë shumica. Ky pozicion pritet të bëhet i qartë në ditët në vijim. Kuvendi parashikon ta shqyrtojë kërkesën e SPAK në një nga 2 seancat e ardhshme, ndërkohë kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi e akuzoi Ballukun se ka tentuar të ndërhyjë tek dëshmitarët nëpërmjet kërcënimeve apo dhënies së rishfeteve. Akuza pati edhe në drejtim të kryeministrit Edi Rama, i cili sipas Bardhit kishte urdhëruar 5 anëtarët e Këshillit të Mandateve për të bërë mburoj për numrin 2 të qeverisë.